Brëma, në këta orë të vonë fatikisht, jam gati për tjetër, por më duhet të bëj një pyetje. Si ishte e mundur që edhe këta të rinj që po mundohen të futen të ingranojnë politik që po flasim në Shqipëri, edhe ata të vjetri që janë mbi 30 vjet, pra mbi 7-8 mandate pothuajse, mendojnë njësoj. Si mundet kjo kur ne kemi një prestëri politikanësh që po vjen, që po ngrihet dhe kuptohet kur i bien dhëmbët ujkut të vjetër, mishin ngelet për ujqit e rinj. Këtë do ta kuptoj politika. Këtë do ta kuptoj Sali Berisha, Dashej e shumë demokratë që kanë aty mbi 7 mandate. Ata do të kuptoj që nuk do të vdesin të lënë amanetet e tyre në karrikën e deputetit në parlament. Abia ime është për shembull që edhe këta të rinj, edhe këta të vjetrit nuk mendojnë ndryshe. Njësoj janë. Nuk mendojnë ndryshe në programime, nuk mendojnë ndryshe për shembull për sa i përket ndryshimit të sistemit, ndryshimeve thelbësore të kushtetutës, ndryshime thelbësore të legjislativit, të rëndësishme, edhe kuptohet e drejtësisë, zhvillimit ekonomik, rendi të ri, për t'i përshtatur asaj çfarë po ndodhet në botë. Këta të rinj nuk po e përmendin asgjë. Themo, këto janë nga kërkimet e mia, nga mendimet e mia, nga ato çfarë unë pak a shumë i mendoj shpesh. Edhe them këtë, është pjesa e tezës time fatikisht, në të cilën unë shprehem kur them që me të vërtet ka ardhur koha për të ndruar gjërat, duke patur parasysh me ndarjen territoriale, me kodin zgjedhor, me presidentin e zgjedhur nga populli, me ndarjen e parlamentit në 2 pjesë për të përfunduar një herë mirë Katovicën, mjaft me pluralizëm. 2 parti të mëdha, majoritar, minoritar, domethënë, pra shumicë pakicë e majt e djathtë. Sepse të gjitha partitë e vogla janë ato të cilat bëjnë blerjen e votës, çojnë votën tek partia e madhe, te ujku i madh. Ka shumë gjëra që mund të them, por këto gjëra nuk konsiderohen, nuk përfillen nga këta politikanë të rinj, nga këto grupime të reja. Më po ti merr ndaç nga mundësia, ndaç ajo partia e si ka ky mëre pilin që t'jarova. Nejse, morë për mundësia, bashko, qasha tjetra, Shqipëria bëhet apo diçka tjetër. Këto ishin lëvizje të dorën subjekte politike, dakord. Por ju që vini nga jashtë, për shembull, sistemin politik, si të rinj, por se keni kaq të vështirë të mendoni ndryshe? Se ju jeni ata të cilët duhet ta rifreskoni politikën, klasën politike, po dhe ideologjinë e saj. Ju nuk e bëni këtë. Do më thënë që dhe juve do të bëni po të njëjta zgjedhje si këta të vjetrit. Do bëni po të njëjtat gabime mbas edhe më të mëdha, do jeni më të rafinuar juve. Kuptohet që është shekulli 21, do ketë shumë surpriza në teknologji dhe në shumë gjëra të tjera, do bëni të zgjuar, do biçër. Por nuk e di sa të vlefshëm do jeni për sa i përket ecurisë së shtetit. Nuk thoni ju zotërinj apo ju zonja që dini në për protesta tash edhe mundoni ti bini shqiptar që hajde në qeveri teknike, po mirë qeveri teknike, dakord, zgjedhjet parakoshme, me ju jam. Halli është se kush do vjedhi në këtë qeveri teknike më shumë. Grupi Pilinçit apo të tjerë. Pyetje madhe, no?
u bë dikur qeveria teknike, u bën dhe komitet e shpëtimi që ose mbani, më dhe u vodh, e pati goxha narkotrafik, edhe prostitucion, sa u knaqe njerëz, derisa fillon të vrasin njëri tjetër, kuptohet. Pra, mendoni edhe një herë shok. Askush nuk thot ato çfarë unë po e them deri tash. Çfarë unë postoj në Facebook, askush nuk e thot. Unë do zgjerojmë deri në detajin e fundit, me aq sa do mundohem, po mundohem fatikisht aktualisht, duke shkruar dhe duke sjell temat nga më të ndryshme, sidomos ato të cilat janë kleçka, për sa i përket, domethënë, anës politike, çfarë duhet bëhet, sidomos kur vjen fundi tek mandatet e limituara. Pra, kur themun që asnjë parlamentar, as president, as kush tjetër, as kryeministër nuk do të ketë dy në shtetësi. Rreziku i sigurisë kombëtare. Kështu po bëhet, do vi edhe këtu në Amerikë do bëhet. Prisni. Kur themun për shembull që përveç kësaj presidenti për shembull apo kushdo deputet duhet të ketë paktën 8 deri në 10 vjet eksperiencë në fushën profesionale. Dhe duhet të vi, domethënë, ose mund të vi mbas moshës 30 vjeçare, domethënë 30-35 vjet të futet në parlament. Mbas i ka marrë këtë eksperiencë. Pse? Që të mos i ngelet barr qeverisë shqiptare, buxhetit të qeverisë tonë, pra. Që ai të mos hajë, domethënë, bukën e tij, domethënë, në parlament për kaq kohë derisa dalë pension apo derisa vdesin karrige. E kuptoni? Nuk është të thënë që të jesh politikan apo president apo kryeminist dhe të vdesësh politikan por në parlament. Jeni që shikoni në botë. Bota ka një surplus, bota ka një ekonomi, bota nuk i shikon të gjëra. Ne shikojmë, domethënë, sidomos njerëz të cilët janë normal, janë në gjendje të artikulojnë, janë të mundshëm fizikisht, të kalojnë testin fizik, testin mendor. E kuptohet përpara të gjithave, domethënë, të gjithë duhet të kalojnë vetimin. Unë jam pro asaj në të cilën parlamenti duhet zbrazet, dhe cili do që ka mbi 2 mandate duhet largohet nga i parlament. Fare, ky është ndryshimi. Ti largoni këta politikanë nga parlamenti. Kushdo qofshin ata, çfarë do lloj krau, nuk ka kulturë të djathtë në Shqipëri. Ndaj po e vuani. Sepse gjithmonë kaloni në vorbullën e të majtës. Ajo e ka marrë prej kohësh, prej vitesh, jo tani, mbas demokracisë, po dhe para demokracisë. Ta thonë demokraci, jo, s'ka demokraci. Demokraci, sa përsye faqe, që t'u ashesim neve të huajve, që ja, ne imi ishte demokrat, jo. Demokracia do të merret ashtu siç është, do të pranohet ashtu siç është. Ne do të kemi fatikisht një qeveri presidenciale, me parlament të majtë dhe të djathtë. Si nuk doni një subjekt politik, më rrëta, dhe po ja them me gjithë zemrën kështu. Unë jam Altin Plasa, unë i them jonat shumë qartë. Asnjë subjekt politik, apo qoftë këta të rinjt, apo edhe ata të cilët aspirojnë të bëjnë politikan, si nuk doni njëri të thotë, një nga këto urdhëresa që do dalë apo gjerë në parlamentin tonë që ta nxjerrin të jashtëligjshëm Partinë Komuniste nga Shqipëria si forcë politike. Apo të thonë që presidenti, domethënë, mas 2 mandateve kthehet prapë aty ku ishte, ose kthehet në deputet, ose kthehet në kryetarin e partisë, po s'mund të jetë përsëri president, të rizidhet president mbas sa kohësh. Apo qoftë të kryeministër, Sali Berisha ka për të dy këto. Atëherë si mund të kthehet ky njeri përsëri
në një pozitë të tillë. Këto janë gabimet të cilat janë të trashëguara dhe e kanë kalpur politikën shqiptare. Jemi në një kolaps, kemi qenë në një kolaps të vazhdueshëm ekonomik, politik dhe shoqëror. Këto janë rregullorat kryesore. Dhe në bazë të këtyre, po si pate, i gjithë kombi fundoset. Mendoni mirë. Mendoni mirë se kujt ja jepni votën. Unë kam hapur diçka, domethënë në change.org për sa i përket reformës Partisë Republikane. Të nëse Fatmir Mediu vendos që të vazhdojë ashtu siç është, me bindjet e tija të shumura, me aleancin që ka me Partinë Demokratike, atëherë unë do të them në Shqipëri. Do të them në Shqipëri nën motën e Republika Unita, pra Republika e Bashkuar, kur të gjithë ata të cilët janë intelektual me një moral të lartë të pastër, domethënë qytetar, ata që e konsiderojnë veten të djathtë, konservator, me vlera të edukuar, njerëz patriot, unë kam dëshirë të ulem të bisedoj me ta dhe të them ato çfarë unë mendoj, të them domethënë vizionin tim. Vizioni im deri tani ka qenë në letra, ka qenë domethënë për sjatët e mia, duke ndikur politikën shqiptare, duke ndikur rrjedhojën e ngjarjeve në botë, duke parë domethënë jetën e republikanëve këtu në Amerikë, politikën e djathtë që bëhet këtu. Dhe unë besoj se e kam nisur pozitivisht, domethënë me pluse, si themi me ide të mira, por që do t'i shtoj akoma dhe më shumë gjëra të tjera. Por duke qenë se unë jam shofer kamion dhe unë jam në kamion tani, është pak e vështirë të fokusohesh që turi që të shkruash, domethënë edhe ta mbledhësh mendjen pa patur zhurma apo të iki vëmendja, mungesa vëmendjes. Kështu që mbase vetëm atë që unë mund të ulem, mund të jetë një shtunë apo një diel që të rigrupoj mendimet e mia. Por besoj që ose në mars ose në prill unë duhet të jem në Shqipëri. Sipas parashikimit tim, që unë kam dhënë ka 2 vjet, që qeveria teknike do të fillojë në prill. Dhe në tetor ose nëntor të këtij viti ne do kemi zgjedhjet. Pra jepen 180 ditë qeverisë teknike. 6 muaj që të jetë, jo 90 ditë. Sepse nuk i jep kohë mjaftueshëm forcave të reja politike për fushat, organizim etj, qoftë edhe për mbledhjen e fondeve. Në fakt unë besoj që kjo dhënia e parave, fondeve nga shteti ndaj grupimeve apo partive politike nuk më duket ide e mirë. E kam më kollaj, më të lehtë edhe më sinqert të shkosh vetë te populli të kërkosh mbështetjen e popullit, jo firmave, korporatave, jo narkotrafikut, jo njerëzve me famë, të marrësh vetëm atyre sepse bëhen çështje interesi dhe ish në kontrollin e tyre pastaj po morë paranë. Jam më i qetë edhe më i nderuar, domethënë nga një 500 lekësh apo 1000 lekësh i popullit të thjeshtë, sesa milionat që dikush mund t'i japi nga përfitimet e tij të biznesit. Unë nuk do ta pranoj se nuk do më dukesh e drejtë. Po të merrja para domethënë nga firma dhe korporata të mëdha.
qofshin edhe këta këtu në Amerikë. Unë kam miq këtu. Edhe prapë se prapë nuk pres gjëra të mëdha, ke parasysh donacione të shumave të mëdha, jo nuk mund të s'mund ta pranoj, nuk është etike. Sepse nesër pas nesër do jesh skllav i tyre, do detyrohesh të bësh lëshime, ndryshime, të bësh favore në kthim të këtyre donacioneve si suport. Kështu që në mendimet e mia unë them dhe jam ose si them i bindur që Republika Unita nuk duhet të ketë aleancë me asnjë parti subjekt tjetër që mendon apo konsideron veten si të djathtë. Mund të ketë disa individ. Këta janë shumë pak me një gish, me një dorë mund të mbledh 2, 3, maksimumi 4 veta që janë tani në politikë, që mund të them ose mund t'i ftoj në këtë riorganizim. Të tjerët se ka me një pyetje shumë të madhe. Ky është një vit me të vërtet, si thonë amerikanët, make it or break it. Ose do të bëhet, ose do prishet, shpërbëhet komplet. Dhe kjo është, më thënë, e gjitha interesi kombëtar i gjatësinë e vetë shqiptarëve këtu. A do të vazhdojmë të jemi kështu siç jemi, duke ikur e duke ardhur, duke punuar në vende të tjera? Deri këtu domethënë njerëzit janë tepër të humbur, si mund themi, të lënë me njanë, të braktisur, të shgënjur, neglizhuar, kuptohet, të papërkrahur. Nuk jetohet pa dinjitet të shok. Nuk jetohet pa dinjitet. Dhe secili që punon në punë ndershme, ti, me djers, shkon në punë, vjen në familje, kthehet në familje dhe del në familje në kur e ka kohën e vet, me kokën lart, me sy që i qeshin, me respektin e popullit, me respektin e fëmijëve të familjes. Nuk e di pse shqiptarët sot e kësaj dite kanë më kollaj të, si themi, përfolit di këtë tjetër, tash e themi, të urrejnë pa pasur arsye, pse vetëm se dikush e tha diçka, e hatja fusim. Me që tregohet pasaj pjesa e përkrahjes si një vipi që është më e fortë, apo një artisti, humoristi, më shumë se sa dikush që me të vërtet po bën diçka. U e di, s'ma kishte marrë mendje kur që inteligjenca shqiptare do kalonte kaq poshtë. Se di pse. Nuk e di pse. Është një shturje shoqërore. Shoqëria jon po goditet si nga mediat, nga presionet, edhe kuptohet që është punë e inteligjencës huaj. Por ku ke këtu News 24, Eklan e të tjera që kanë interesa të tjerë jashtë territorit të Shqipërisë, atëherë s'kam çfarë të them. Ke një krah politik që drejton shumicën e mediave, ke pjesën tjetër që bën një lloj opozite në mënyrën e vet. Por që e vërteta, sa herë që vjen momenti për ta thënë, devijohet, anashkalohet dhe nuk thuhet ashtu siç është. Domethënë komplet e tëra. Qeveria shqiptare, politika shqiptare, gjitha e parlament do të boshatiset, të zëvendësohet nga të rinj
Ne nuk po them të rinj me mosh. Kuptohet 30-35 vjeç e sipër, po njerëz me të vërtet që i kanë dhënë komunitetit, popullit, qeverisë, kanë punuar. Nuk janë larguar një pjesë e madhe të tyre. Dhe vazhdojnë të japin komplet në mënyrën e tyre. Si profesionist, si qytetar i thjesht, kuptohet edhe si taksapagues. Po bëhet akoma dhe më shumë si mund ta them, si puna saj gotës që fillon të mbushet dal nga dal, derisa të vinë maj ujë, që po kuptoj domethënë që kam diçka që është me vlerë për popullin tim, që do unë vetë si qytetar të zgjidhja, që do unë vetë si qytetar do ta merrja domethënë një gjë të tillë, ta pranoja si fakt dhe ta vazhdoja domethënë për ta ndikur si vi politike. Se një pjesë e njerëzve nuk e mendojnë këtë në këtë si them pozicion. Si qytetari thjesht, ti vetë a do ta bëje këtë, do e votoje, a do ta zgjidhje, do bëje këtë ndryshim të këtij ligji apo ti nenin kushtetut. Se kuptohet kemi pragmatizëm. Ka interese meskine, njerëzit pozicionohen për të marrë, për të përfituar. Kështu kanë jetuar këta politikanë deri më sot. Mbaj gruar me të gjithë, mos fol të vërtetën, ashtu siç është gjën e drejtë, vetëm vazhdo me programin. Kështu kanë jetuar këta. Mos shprish qef me njeri, zi unë në parlament sa për sy e faqe, që ja, opozita po thot diçka. Populli nuk ushqehet me luk bosh. O Edi Rama, o Sali Berisha, sa dhe me ty u mësuam keq. Sa gabime ke ti, mërzëri. Unë habitem si guxon ti me çfarë morali do të prap dalësh ti në politikë. Nuk e di si del ti të qëndrosh të më thënë kur ke kaq shumë gabime, kaq shumë gjëra ku të rëndon dhe krimi më valla. Ku t'i gjenë në shkretesi, ku e gjenë ti? Dhe për abin time, ku gjetën gjitha njerëz që dalin të ndjekin ty, të përkrajnë ty më 4.000-5.000 vetra të shesh. O popull, do të ndryshojnë vetë, se këta nuk do në ndryshojnë që. Këta kështu do në të ndlejnë. Po na qeverisim për të na shpërbër, për të na vrarë dal nga dal, me mallra të sira nga jashtë, të helmuara, të skaduara, ilaçet, e kuptohet. Që ne të largohemi, domethënë ta ikin komplet breziri, të ngelimi vetëm të pafuqishëm, dhe të gëzojmë një vdekje të ngadalshme, me vedije që po votojmë me njerëzit e gabuar. Po japim votën tyre. Ju falenderoj shumë. U zgjata në qik, por mu doja ta thoja. Kështu që më prisni kur të kthehem në Shqipëri, ose nga fundi marsit, ose në prill. Uroj që të më kontaktoni dhe ata të cilët po shikojnë këtë video, ju lutem shpërndajni. Ju lutem shpërndajni. Materialin që po përgatis do ta printoj në Shqipëri. Edhe aty do të kem domethënë të gjithë programin apo ato çfarë unë kam dëshirë. Që i mendoj të drejta që duhet të ndryshojnë në Shqipëri. Kështu që deri atëherë i përshëndes. Natë e mirë.